Bashkia e Tiranës ka hapur qendrën e re të shërbimeve për ujësiellës kanalizimeve sipas modelit One Stop Shop, me qëllim përmirësimin e shërbimit ndaj klientit. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Velia, i tha se kjo qendër do të përmirësojë shërbimin ndaj klientit dhe do t'i jap fund burokracive dhe vonesave. Kjo është një risi fantastike, sepse e afron shërbimin e ujësiellësit tek qytetarët, dhe nga ajo histori e kioskave të shpërndarura nëpër qytet ku njerëzit shtyhen për të paguar ujin brenda afatit, sot kemi një shërbim shumë dinjitos, shumë i ngjashëm me një bank ose me një kompani celulare ku klienti është mbret. Ndaj dhe më vjen mirë që sot fillojmë me një pikë të parë tek rruga e shkollës baletit, pra tek njësia 2, ndërkohë që do të vazhdojmë shpejt me 3 pika brenda muajit në gjithë Tiranën për ta mbyllur vitin me nga një pikë në secilin njësi. Teksa falenderoi qytetarët për ndërgjegjësimin në lidhjen e kontratave të reja, Velia i tha se kjo gjë do të përkthehet me rritje të investimeve. Ky ka qenë një vit fantastik për ujësiellës. Kemi pasur 105 kantiere. Ne sot jo vetëm kemi shtuar shërbimin e furnizimit me ujë në disa pjesë Tiranës, për 80.000 banor ky shërbim është 24 orë, kurse për rreth 880.000 tjerë ky shërbim është dyfishuar nga mesatarja 7 orë në ditë në mesatarin 14 orë në ditë. E gjitha kjo ofrohet me çmimin më të ulët të ujit në Republikë. Qytete si Korça kanë dyfish çmimin më të lartë se Tirana, qytete si Durrësi e kanë 50% më të lartë se sa Tirana.